Fort lumturi, në pjesën e ungjillit të sotëm, gjejmë dy mrekulli njëra pas tjetrës, dy fitore të ndritura që dhëroi besimi. Shërimin e gruas me rrjedhje gjaku prej 12 vjetësh dhe ngjalljen e të bijës së Jahirit. Këto ndodhin në momentin kur Jesui kthehej në Galile, kur një turmë e madhe njerëzish po e prisnin. Bashkë me ata dhe i pari sinagogës që quhej Jahir, i cili i ra ndër këmbë Jesuit e i lutej që shkonte në shtëpinë e tij, sepse kishte një vajzë të vetme 12 vjeçe, e cila ishte e sëmurë rënd duke vdekur. Dhe ky njeri ndonse në pozitë të lartë shoqërore, i bie ndër këmbë Jesuit dhe kërkon nga ai të shëroj vajzën e vetme që ai kishte, duke lënë më njanë statusin e tij fetar edhe shoqëror. Sepse besimi i Jahirit ishte i pastër, veten e tij dhe familjen e tij ja kishte besuar mësuesit. Krishti kishte parë brenda tij besimin e madh që ai kishte, dhe për këtë u nis me njëherë drejt shtëpisë së tij. Turma e madhe e njerëzve e kishte rrethuar Zotin dhe nuk e linte të ecte me nxënësit e tij. Krishti njeh çdo problemin ton, mendimet dhe thellësitë më të mëdha të shpirtit ton. E ndërsa ai vazhdonte udhën për në shtëpinë e Jahirit, i shoqëruar nga turma e madhe e njerëzve që ndiknin nga pas, brenda asaj turme ndodhej dhe një grua e cila prej 12 vjetësh ishe e sëmurë me rrjedhje gjaku. Ajo besonte dhe shpresonte se vetëm duke prekur cepin e rrobës së Jesuit do të merrte shërimin që ajo kaq dëshironte, dhe që asnjë doktor nuk ja kishte dhënë, ndonse kishte shpenzuar gjithë pasurinë e saj për të shëruar. Ashtu, në atë gjendje të munduar e të lodhur nga sëmundja, e pafuqishme fizikisht, të prek cepin e rrobës së doktorit dhe shpëtimtarit të saj. Dhe ja, mrekullia ndodhi. Ajo çka ajo dëshironte u bë realitet, pa shumë bujë e të thirrura, por me përullësi edhe heshtje. Ajo komunikon me anë të lutjes së zemrës, me njohësin e gjithçkaje. Jesui kthehet edhe pyet: kush më preku? Jo se ai nuk e dinte se kush e preku, por ajo që do të vijë më pas, do të ndihmojë Jahirin të forconte besën dhe të mbështeste besimin e tij tek Jesu Krishti. Gruaja, që deri në atë çast rrinte në heshtje duke lavdëruar Perëndin për atë çka i ndodhi asaj, erdhi pranë Jesuit e i ra ndër këmbë e i rrëfeu gjithë popullit për shërimin e sëmundjes së saj. Edhe Jesui kthehet edhe i thot: ki guxim o bi, sepse besimi yt të shpëtoi. Shko e kalo pjesën tjetër të jetës që të ka mbetur në paqe. Sa fjalë të ëmbla dhe balsam për shpirtin ishin ato që ajo dëgjoi. Jesui jo vetëm e shëroi atë fizikisht, por dhe i dha kurajo për të vazhduar pjesën tjetër të jetës, duke ecur dhe duke lëçitur atë që bëri ai për atë. Dhe sipas traditës së shenjtë të kishës son, ajo grua është Shen Veronika, e cila plotësoi porosin e Zotit që të ecte gjithmonë në paqe. Ndërkohë, vjen lajmi tek i pari sinagogës, tek i ati vajzës, se ajo tashmë kishte vdekur dhe të mos e mundonin me mësuesin. Por Jesui i jep zemër e kurajo të atit duke i thënë: vazhdo të besosh dhe vajza jote do të shpëtojë. Duke ecur,
Ata rinë në shtëpi dhe hynë aty dhe gjejnë njerëz duke qarë e ulëritur për vdekjen e vajzës 12 vjeçare. Dhe ai u thot atyre: mos qani, nuk vdiq, por po fle. Dhe të gjithë ata që ishin brenda asaj shtëpie filluan ta përqeshnin Isuin, se e dinin që ajo kishte vdekur. Por ai, pasi nxori jashtë të gjithë, përveç Pjetrit, Jakovit dhe Joanit dhe të prindërve të vajzës, thirri duke hapur dorën: ngrihu o vajzë. Çfarë gëzimi pa përshkruarshëm ishte ai moment për prindrit e vajzës. Shpirti i saj kthehet përsëri brenda trupit. Vajza e tyre u ngjall. Me këtë mrekulli, Krishti u thërret prindërve të vajzës, por dhe secilit prej nesh: mos qani, unë do t'ju ngjall. Unë e shkela vdekjen dhe shndërrova në gjumë të përkohshëm. Unë, i biri Perëndis, përmes vdekjes në kryq dhe ngjalljes sime, ju dhurova jetën e pavdekshme dhe të lumtur në parajs. Besimi e nxjerr jashtë frikën, kurse pabesia dhe mëkati e rrënjosin dhe ushqejnë në frikën. Dhe ky besim i gjallë dëbon nga brenda nesh çdo lloj frike. Në librin e Zanafillës, dhjatës së vjetër, na thuhet: atëherë një frikë e errët i mbuloi ata, dhe i tronditi që të mendonin se mund të fshieshin nga Perëndia, i cili është i gjithditur dhe i kudondodhur. Edhe Perëndia i tha Adamit: Adam, ku je? Dhe Adami përgjigjet: zërin tënd dëgjova duke ecur në parajs dhe u friksova. Ja pra, pasojat e të mëshme të pabesisë dhe të mëkatit, që atëre frika u bë shoqërues i pandar i Adamit, i Evës, i bijve të tyre dhe pasarzve, por dhe i gjithë njerëzve mbi tokë. Dhe sa më shumë mëkati shumoi dhe rreshërgullonte shpirtin e njeriut dhe rrënjoste më shumë besim, aq më shumë zmadhoi dhe frika. Mos u frikso, por vetëm beso. Prandaj Perëndia u flet njerëzve të të gjithë shekujve. U flet njerëzve të epokës sonë, i flet secilit prej nesh në veçanti. Mos ki frikë, por vetëm beso. Njeriu i Perëndis nuk zotërohet nga frika, dhe pikërisht këtu qëndron çudia. Njeriu i Perëndis, i cili ka besim të qëndrueshëm dhe të gjallë tek Perëndia, jeton brenda vështirësive, provave dhe rreziqeve pa u zhgënjyer, pa u zaptuar nga frika dhe pa humbur kurajon e vet. Si për çdo njeri tjetër, ashtu dhe për besimtarin, dhimbja është e njëjtë, por jo frika, sepse besimi i tij nxehtë e bën të ditur se ka pranë Perëndin, që e mbështet dhe e ndihmon. Zoti nuk të lejonte që besimtari të bante mundime dhe tundime më të rënda se ç'mund të mbaj. Zoti do të shpëtojë nga ngasjet të përkushtuarin, na thot apostull Pjetri. Madje besimtari i shet tundimet e jetës së tij si ndihmëse në curinë e tij shpirtërore. Prandaj nuk ka frikë. Le të tronditet toka nga tërmetet, le të shpërthejnë në luftra midis popujve, le të shoh madje edhe vdekjen që t'i afrohet. Besimtari qëndron i pafriksuar. Besimi i tij e bën atë hero. Me gjithë zemër beson dhe thërret me zë të lartë. Prandaj dhe nuk friksohem, dhe sikurse toka të tronditet dhe ma të bie në fund të detit. I mbushur me mirënjohje ndaj Zotit të tërfuqishëm, i hap zemrën atij duke thënë: edhe nëse shkofsha përmes hijes së vdekjes, nuk do të kem frikë nga ndonjë gjë e keqe, se ti je bashkë me mua. Zoti është mbrojtësi i jetës sime, Zoti është drita ime dhe shpëtimtari im.
nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës ime, nga kush do të kem frikë? Zoti është bariu im dhe nuk do të mungoj asnjë gjë e mirë. Besimi i madh e bashkon të krishterin me Krishtin. Besimi e forcon dhe ngro dashurinë e tij për Perëndin, dhe atëherë besimtari si një magnet tërheq shumicën e dashurisë së Perëndis kundrejt tij. Kjo lloj dashurie e dëbon çdo lloj frike. Frikë nuk ka në dashuri, sepse dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Ai ndjen kuptimin e thellë që mbartin fjalët e Zotit kur thotë: le të mos turbullohet zemra juaj dhe as të mos friksohet. Pra, le të mos tronditet zemra jon dhe të as mos përkulet përballë çdo lloj rreziku, madje dhe përkundrejt të vdekjes. Besimtari jeton çdo ditë thirrjen e Zotit. Mos ki frikë, por vetëm beso.